kishte dalë një djalë me ngjyrë në New York, Manhattan, kishte vu një sign këto, edhe hapte duhet e thote give me a hug, më ne një përqafim. Kur del një i bardh, një djalë simpatik, i qafën bukur, i krejon bukur, edhe kishte vu më ne një përqafim, po me një tabel ashtu, ju lutem më ne një përqafim, shumica e njerëzve nalshin dhe i nipshin përqafim. Pra kjo tregon që njëri ka herë gabimisht ose edhe pa dashje bjen jo në bullizim, po të krahasu racën. Unë e mora për kompliment, domethënë thot Marku që ka dashme të përqafu se jam simpatike, e përgjë. Po, zakonisht njerëzit që janë simpatik krijon edhe energjinë me njeriu që kanë qenë të kenë përqafim, të rrinë afër, të ndoshta një mësuese tjetër aty të shkolla ku ke punu ti, ndoshta ose burr ose gru, ndoshta sa kanë i veshën mirë ose i lam mirë me higjieno flokë, aty se kanë marrë përqafimin. Pra ka dalë. Këtë do të përmendoj ajo se si